Sot me kërkesën e ministrit jemi mbledhur që të bëjmë një diskutim për rishikimin dhe për projekt ligjin që është bërë të ligjit 2004, të ligjit të vitit 2004-9210, i cili përcaktonte disa kritere për statusin e ushtarakut. Ky ligj është rishikuar, ashtu siç dhe ministre e ka prezantuar dhe në parlament, është rishikuar kryesisht në pjesën e trajtimit financiar, rritjen e mbështetjes dhe statusin, përcaktimin e statusit të ushtarakut, si ata që janë në shërbim aktiv, si ata që kërkojnë të lirohen nga detyra dhe ata që janë veteran. Tani kur them veteran, mendoj veteran ata që janë liruar nga shërbimi dhe kjo nuk ka lidhje me veteranët e luftës nacional shqiptare. Ta përcaktojmë këtë se ka pasur disa pyetje edhe për këtë. Ajo kategori nuk preket nga ky ligj. Qëllimi i projekt ligjit është rritja e mbështetjes për ushtarakët dhe përfshin dhe familjet e tyre, përmirësimi i trajtimit financiar, kushtet të shërbimit, sigurimin e një kalimi të lehtë, domethënë ta lehtësojmë kalimin nga shërbimi aktiv në lirim dhe anasjelltas, dhe forcimin e skemave për mbrojtje sociale dhe financiare. Se çfarë përcakton ky projekt ligj, këtë më mirë do ta thot ministri, por sot jemi këtu që të bëjmë një bisedë hapur dhe mendoj që ky projekt ligj i cili është propozuar në janar të këtij viti është vërtet një hap i madh përpara, jo vetëm për standardizimin me NATO-n, por edhe të përmirësojë në mënyrë të prekshme çdo ditë jetën e ushtarakut, si atij aktiv dhe atij në lirim dhe atij i cili është veteran. Faleminderit. Faleminderit zonja zëvendës ministre, nderuar zoti ministri i mbrojtjes, të nderuar pjesëmarr. Është një kënaqësi sot që jemi bashkë për diskutuar këto ndryshimet ligjore që janë në interes të motivimit të forcave të armatosura. Ashtu siç jeni informuar, paketa ligjore për zhvillimin e kapaciteteve të forcave të armatosura vijon. Ne kemi miratuar një set ligje ndryshime ligjore. Ne kemi miratuar strukturën e forcave të armatosura, ne kemi rritur kapacitetet ushtarake, ne kemi rritur kapacitetet e zjarrit dhe ato mbështetëse. Njëkohësisht, Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria Shqiptare përpunon për ngritjen e industrisë ushtarake. Detyrimisht të gjitha këto kapacitete, pa motivimin e personelit dhe pa ndryshimin e ligjit statusit të ushtarakut, do të ishin disi të cënguara. Kjo është arsyeja e vërtetë se ne pse iniciuam këtë iniciativë edhe me mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes, për të bërë motivimin e personelit, për të pas një rekrutim sa më dinjitos, sa më profesionist. Pasi sot po të shikojmë teknologjia ndryshon nga dita në ditë. Detyrimisht forcave të armatosura u nevojitin njerëz me dije, njerëz me personalitet, njerëz me karakter, por që ti mbash këto në punë, që ti promovosh këto në punë, duhet ndryshuar edhe paketa ligjore. Në kuadrin e zhvillimeve që kemi neve, qoftë forca ajrore, qoftë forcë detare, qoftë edhe forca ajrore, që duhet prioriteti i Ministrisë së Mbrojtjes bashkë me industrinë ushtarake, ndryshimi i ligjit për statusin të ushtarakut është i nevojshëm dhe i domosdoshëm. Zëvendës ministre i thënë detajat se çfarë përfshin ky ligj dhe cilat janë ato detyrimet të cilën nesër do të përmbushin Qeveria Shqiptare, Ministria e Mbrojtjes dhe shtabi i përgjithshëm për të pas një trup të denj, operacionale të gatshme për të përgjigjur çdo sfide. Zoti ministër, unë kaq po e mbyll, po e kaloj juve. Lutem mikrofonin që të dëgjohet dhe mbrapa. Faleminderit. Mirë se erdhët një herë të gjithë në shtëpinë tuaj. Jam veçanërisht i gëzuar sot sepse arritëm së bashku edhe me shefin e shtabit, të gjithë kolegët e mburimeve njerëzore dhe në organizimin dhe facilitimin nga zëvendës ministre këtu, të mblidhnim sot 8 organizata, jeni rreth 22 përfaqësues, organizatash ushtarakësh me vlirim, rezervë, sipas funksioneve, qoftë kamësori, ajror, detar, brigad tankesh, dhe më vjen realisht mirë që ju shoh të gjithë bashkë sot. Dhe pika e parë. Sepse gjithë përfshirja në këto procese shumë e rëndësishme. Pika e dytë, siç e përmendi dhe generali, kur vjen puna ke rritja e kapaciteteve, modernizimi i forcave, industria ushtarake, të gjitha këto procese nuk mund të realizohen dhe konkretizohen me sukses nëse ne nuk investojmë ke kapitali njerëzor. Dhe kjo është një shtyllë shumë e fortë e prioritetit që ka qeveria shqiptare për fushën e mbrojtjes dhe sigurisë në tërësi. Dhe kur them kapitali njerëzor, e kam fjalën për të gjithë instrumentet ligjor dhe nënligjor që forcojnë statusin e ushtarakut gjatë karrierës dhe pas përfundimit
të karrierës. Dhe ne kemi një qasje gjithë përfshirëse këtu, ku synojmë të krijojmë instrumenta për të bërë forcën e armatosur më tërheqëse për të rinjt, pra të punojmë se si të përmirësojmë atë ndihmesën qoftë financiare që do të vazhdojë, qoftë të ecurisë dhe formimit profesional në karrierë, mbështetjen gjatë ushtrimit të detyrës dhe mbështetjen financiare dhe sociale për familjarët e ushtarakëve në lirim, pra pas përfundimit të karrierës. Kemi bërë një proces që do të thoja unë është padyshim shumë transparent. Projekt ligji mbasi ka marrë të gjitha inputet e duhura, i është nështruar dhe konsultimit publik, i është dhënë mundësia gjatë konsultimit publik që të ndërmerrni dhe komente dhe ju falenderoj për këtë proces dhe tani jemi në fazën përmbyllëse të konsultimit publik dhe kjo është momenti më kritik në fakt ku patjetër do keni në javët në vijim ende mundësi që t'jepni ato komentet përfundimtare përpara se ne ta çojmë për miratim në Këshill të Ministrave dhe kalimin në të gjitha komisionet në Kuvend. Do kemi mundësinë që të ballafaqojmë mendimet, nuk do zgjatem tani, do rezervoj vetes disa element në fund të bisedës, po kemi një orë të plot që t'ju dëgjojmë me vëmendje. Do kërkoja shkurtimisht që për të merrni fjalën të gjithë të prezantoheshit shkurtimisht dhe të jeni sa më konciz në mënyrë që t'i lëmë hapësirë të gjithëve që të shprehin mendimin e tyre dhe për ta orientuar pak bisedën. Do doja mendimet tuaja për sa i përket përmirësimeve që mund të bëjmë për të bërë më tërheqës, pra incentivat që duhet japim statusit të ushtarak, në mënyrë që forca të bëhet më tërheqëse për rinin shqiptare. Një shembull po ju jap, para 10 vitesh në krahasim me sot kemi 5 fish më shumë rekrutime se para 10 vitesh. Në Akademinë e Forcave të Armatosura kemi 1100 aplikime për 100 të rekrutuar. Pra, besoj se jemi në një situatë më të mirë kur vjen puna ke rekrutime dhe ke rëndësia që ka shumë e më shumë për profesionistët të rinj, fusha e forcave të armatosura, modernizimi, mbrojtja kibernetike, inxhinieria, mjekësia, të gjitha profesionet që ofron uniformë. Gjithashtu pagat janë rritur ndjeshëm, kishim pagat më të ulta në rajon, tash kemi pagat më të larta në rajon, dhe synimi është që për 4 vjeçarin e ardhshëm të arrijmë pagën mesatare të natës. Pra është një rritje ambicioze dhe një përkushtim financiar, do të thoja unë, edhe i gjithë taksapaguesve shqiptar, por njerëzit në uniformë. Por kjo nuk mjafton. Dhe prandaj kemi këtë projekt ligjin për statusin ushtarak. Sidomos për sa i përket atyre që dalin në rezervë dhe në lirim, dua ju lutem në mënyrë shumë koncize të na jepni dhe ju orientimet tuaja, kritikat për element që keni parë që nuk shkojnë, po edhe në një element që ju ka pëlqyer dhe vlerësoni, i pranojmë edhe falënderim. Kështu që po ju jap fjalën një me një, të gjithë t'jepet mundësia që të flasin e të thonë mendimin e tyre. Aktualisht, kërkesën e fundit, Ministrinë e Mbrojtjes e kemi bërë në qershor 22-shit për mundësinë e korrigjimit të shumë neneve në ligjin për statusin ushtarakut. Nuk është problemi kaq. Unë më vjen mirë, janë kap disa probleme të rëndësishme për ushtrinë aktive që kemi sot. Biles ne kemi edhe shtesat të tjera. Në kërkesën që kemi bërë ministrisë në 2022-shin ka prap probleme të tjera ne që kërkojmë për ushtarakët aktiv. Ne jemi interesuar për këtë punë. Të filluar që nga trajtimi, që nga pushimet, e atyre që vinë nga misionet, edhe çfarë u vëmë dispozicion atyre për të anën psikologjike e të tjera që ashtu siç kanë vënë partnerë. Faleminderit një që është hera dytë që na mbledhni ju zot ministër, edhe ndjej veten mirë unë të paktën, sepse kërkohet të dëgjohet zëri jonë. Megjithatë, ndryshimin që duhet bëhen, se detyrimisht ka 20 vjet që është bërë ai status,
koha ka sjellë ndryshime, duhen bërë ndryshime, edhe jemi plotësisht dakord, por neve, unë për që jam i mendimit edhe jam shumë i vendosur në këte, që standardet e arritur në atë status nuk duhen prekur fare. Nuk duhet prekur siguria juridike e ligjeve të arritura. Pse e thonë këte? Unë e thomë sepse në statusin e parë, trajtojnë gati 18 nene, trajtojnë problemet e ushtarakëve që janë të liruar. Në jep të drejta gjithë me ra, si që ka dhe detyrim. Këto nene, thomë unë që nuk duhen prekur, për kundër e duhen zhvilluar në bazë të kushteve të reja. Halal që në mlodhët, se gjithmonë na premtojnë, po nuk na kërkojnë të takojmë, që të flasim drejt për së drejti. E gjë e mirë, dhe ju falenderojmë për këtë. E se vërtet kjo që tha shoku jonë këtu, Thomaj, ajo duhet zbatuar. Plus kësaj duhet shtuar dhe të tjerat. Disave nuk u njifet vjetërsia e shërbimit që kanë qenë student, ushtarak. Disave nuk u njihet vështërsi që kanë qenë gratë e tyre atje mbrapa djalicës dhe i thanë do të përfitojnë edhe gratë, nuk përfitojnë. Gratë tona ishin të veja pse i kishin burrat gjallë. Fëmijët tanë u rritën jetim. Prandaj halal të qoftë që na mblodhet që na dëgjosh. Këto të statut që tha shoku Thoma dhe ato që keni parashkuar ju të bëhen në realitet plus dhe të tjera që do të asu. Përshëndetje, Gjerar Jahupi. Faleminderit për ftesën që na u bë dhe për këtë takim të rëndësishëm, të papregatitur, por ne gjithmonë kemi qenë të përgatitur edhe pa na mbledhur. Shkurtimisht, unë do të filloj ke trajtimi i oficerit në përgjithësi. Shumë bukur që është futur pagat, por ne dim nga shtetet e tjera që i kanë më të larta se ajo që është vendos 25 paga. Bile ka disa shtete që kur del oficeri s'ka shtëpi, i jepet 40.000 euro të marrë shtëpi njërën, sepse ngelen pa shtëpi. Duhet parë në qika i trajtimi financiar. E dyta, e kapi zotnia. Ne s'kemi ku të mblidhem. Ne po mblidhemi sot këtu. Po ne s'kemi ku të mblidhem. Mua vjen turp. E quj veten në rezervë, dhe në klubet që kam aty afër shtëpisë time, ju lutem edhe miqit, kemi një vend aty për të bërë mbledhjen e shoqatës. S'kemi ku të mblidhem. Kështu janë edhe në rrethet e tjera, dikush edhe ka rregulluar në përrethe. Ne në Tiranë, në qendër të Tiranës, mos kemi një shtëpi oficerash, është turp për kombin shqiptar. Ne kemi besim të juve, ju falimderit shumë dhe respekte për Ministrinë e Mbrojtjes, shtabin e përgjithshëm, për gjithë këtë armatën këtu që janë drejtues kanë qenë, por mirë tha edhe njëri që sot takohemi, por mbas një vite ose mbas disa vjetëve nuk ashtu. Se kështu është puna, se edhe për problemet shëndetësore, neve atë check-upin e bëjmë deri në 70 vjetë, më tutje nuk e bëjmë. Kështu që na kanë heqë nga lista. Ju faleminderit shumë, por nuk dua ta mbyll me këtë fjalën. Respekte edhe gjithë të tjerë dhe mbështesje që duhet kemi një qendër shëndetësore. Është parashikuar në ndryshimet e paraqitur, sepse shikoj, unë e studiova para se të vi këtu, dhe pash që janë në simetri me zhvillimet sociale dhe me zhvillimin ekonomike që kanë ndodhur. Dhe këto nuk mund të bëhen më përpara. Është momenti që në këtë pikën tjetër kushtohet karta e ushtarakut, edhe për kartën e ushtarakut jo aktiv. Ka lidhje me nenin 41 të ligjit për statusin e ushtarakut, që do të thot për kompensimin e barnave 80% SSH-ja. Aktualisht ky ligj është akoma s'është i zbatuar. Që ashtu se edhe neni 45 i ligjit për statusin e ushtarakut, pika neni, domethënë, pika 2 ku thot ushtaraku aktiv në rezervë deri në pension. Vdes, atëherë mbulimin e shpenzimeve bën Ministria e Mbrojtjes dhe kompensimin e bën ISSH-ja, Instituti i Sigurimit Shoqëror. Kjo është ligj, por nuk është zbatuar.
Mendimi im është që projekt ligji që na u dha nga ana ministrisë, lidhur edhe me orientimet për ta parë atë në këmbëvështrimin si antar të NATO-s, mendoj që është ushtrirë deri në nivelin e ushtarakëve aktiv. Unë mendoj që duhet parë çik më tej. Domethënë duke ulur më tej, kur them më tej, duke parë edhe ke pjesa e kalimit të ushtarakëve në lirim. Unë jam Bujar Shtylla, kryetari i shoqatës Detaria Shqiptare. Nuk kisha ndërmend që të flisnja sepse këto propozime që bëhen duan studiuar çik në gjithë drejtimet si ekonomike, ashtu dhe sociale e shoqërore. Megjithatë ngacmoi gëzimi. Neve si shoqat jemi përpjekur që disa paregullsi që ekzistojnë në aktet nën ligjore dhe në ligj të rregullohen. Atje. Vetë personalisht kam marrë takim dhe me kryetarën e kuvendit, edhe na ka premtuar që të bëhen përmirësime ke ligji i pensionit suplementar të nënujësit, që është i njëjti problem edhe me pilotët. Me qa pashtu është një gjë shumë e mirë që parashikohet për t'i dhënë oficerit ato që i takojnë. Po do të kemi parasysh se t'i parashtrojmë qeverisë dhe kuvendit ato mundësi që ka shteti për t'i bërë. Sepse edhe në statutin së parë ka ngelur në letër dhe pa u zbatuar ato gjëra. Sepse ky është shteti jonë. Kaq kemi. Tani problemi është për ne, pensionistët. Ne e gjithë shokët kemi vuajtur shumë për atë dheu, për vendin tonë. Kemi sakrifikuar shumë edhe familjet tona. Dhe nuk duhet të hynim të sirat, por edhe një trajtim më shumë duhet bërë për ne. Faleminderit kolegë. E para njërë shumë faleminderit se si gjithmonë jeni të drejt për drejt dhe kërkues dhe për këtë ju falenderoj se na vendosni edhe ne në pozita sfide dhe është më mirë të ndodhë kështu. Po i marr një nga një. Arritjet nuk duhet preken dhe jam absolutisht i kësaj mendje dhe unë që siguria juridike e arritjeve nuk duhet preket, pra dhe nuk do preket, dhe do doja që edhe juve ta shikoni me vëmendje gjatë gjithë kësaj periudhe, të gjithë tekstin, dhe nëse gjykoni që ka arritje që nuk preken, apo që preken apo të cënohen në një formulim të caktuar teknik, patjetër na e bëni me dije. Në gjykimin tim, të gjitha arritjet e mëparshme mbeten të tilla, thjesht përforcohen dhe sqarohen. Përmend elementi shëndetësor. Shumë e drejtë. Duhet patjetër që gjejmë një instrument që mos ketë kufizime moshe. Ne bashkë me njësinë mjekësore ushtarake dhe me shefin e shtabit kemi disa projekte ku vjen puna ke spitali traumës për krijuar edhe hapësira më dedikuara në mënyrë që pavarësisht se jemi në një njësi civile dhe ushtarake dhe e tillë do qëndrojë, të paktën pjesa ushtarake të ketë një performancë edhe pse jo të jetë një qendër ekselence kur vjen puna e cilësisë shërbimit mjekësor, post-operator, poliklinik dhe gjitha ato elementet që nevojiten rezervistëve, ushtarakëve në lirim, ushtarakëve në rezervë dhe familjarëve të tyre, në sensin e gjerë të fjalës, jo në sensin e ngushtë të fjalës. Sepse mendoj se është një mënyrë e mirë gjithashtu që përmes këtij instrumenti të ri i heqim sistemit klasik civil edhe një barë dhe ne krijojmë kapacitetet tona për të përgjigjur nevojave tuaja në mënyrë ekselente. Më përmendni shpesh dhe keni shumë drejtë kjo pjesë, vende për të mbledhur. Tani, ne bashkë me QPR-n kemi një
projekt në fakt për të 12 qendrat e qarqeve, që të kemi praktikisht një shtëpi oficerësh, jo në atë sensin klasik të fjalës, po minimalisht disa ambiente dinjitoze, të hapura, ku juve mund të keni një program ditor, totalisht në mbuluar nga Ministria e Mbrojtjes. E kam vënë re këtë në çdo qytet apo regjiment ku kam pasur vizita që mungon si instrument. Do ta kemi në të gjitha qendrat e qarqeve dhe do ta kemi patyshim edhe aty ku kemi prezencë forcash më të konsoliduar, pra duhet gjejmë një instrument edhe për pjesën e poshtjes, Kuçovës, në Kuçovë po ribëhet shtëpia e oficerëve. Në Vlorë do kemi një vendodhje të re të policisë ushtarake dhe vendodhja qendrore në qytet do jetë dedikuar për qendrën e rekrutimit edhe për ju, sepse është një ambient i pozicionuar mirë në qendër qyteti me akses të lehtë dhe t'ju japim mundësinë që të keni dhe juve aktivitetet tuaja edhe zyrtare, po edhe protokollare, pse jo edhe për të bërë element përkujtimi apo nderimit të kolegëve apo shkolegëve. Dokumentin e identifikimit ushtarak, shtabi ka marrë masa që të prodhohen si vjet, është aktualisht në statusin aktual, nuk kishim nevojë për ligj të ri për ta bërë, por ligji i ri sqaron mënyrën se si qeveria më pas kalon në akte ligjore që japin benefite dhe detyron qeverinë që t'i kaloj këto akte me limite kohore. Pagën e ushtarakëve, njësimi pag grad që të bëhet në çdo rast, sepse aktualisht nuk është gjithmonë rasti. Vjetërsia në shërbim është shumë e rëndësishme, nuk e kanë pasur ushtarakët të njësuar me forcat tjera dhe besoj se kjo do japi po ashtu një forcë tjetër tërheqëse nga trajtimi financiar. Shpërblimi financiar daljen nga shërbimi, e përmendi generali më shumë se 25 paga. Tani, kjo është edhe një çështje kompromisi midis burimeve dhe mundësive. Pra, resurset financiare, duke ditur që ne kemi një rritje domethënëse të pagë, janë rritur me 164% pagat e ushtarakëve aktiv. Të kërkohet më shumë se 25 paga është realisht një sforco ekstrem në këndvështrimin tim. 25 pagat ne nuk është se i kemi shlikur, i kemi marrë edhe nga vende të tjera që i kanë po ashtu. Mund të ketë vende që i kanë më shumë, patjetër, ka vende që kanë edhe më pak. Gjithsesi, hajde ta bisedojmë se kush është mesmja e artë. Pika e fundit që besoj do ta shikoni kur ta lexoni me detaje. Në gjithë këto vite kam përshtypjen unë disa element janë lënë gjithmonë në një dorë një vlerësim subjektiv. Pra, kur jepet një mbështetje për një rast fatkeqësie, kur jepet një mbështetje për një pension të posaçëm, kur jepet një nderim i caktuar, dëshira jonë është që përmes këtij ligji të ri mos ketë më vlerësime ose ketë sa më pak vlerësime subjektive dhe gjërat jenë të qarta dhe transparente dhe ajo që i takon një ushtaraku, çdo ushtarak duhet ta ketë. Dhe nuk është një çështje a e vlerëson ministri, a e vlerëson komandanti i përkatës, nëse duhet dhënë apo jo. Pra, ligji kur ta jep diçka do ta japë në mënyrë të plotë transparente dhe ajo që i takon secilit duhet ta marrë. Duhet ju falenderoj një herë të gjithëve. Ju lutem angazhimin tuaj që këto 45 ditë ta bëjmë në eficient të plotë, dhe pse jo të kemi edhe tryeza ndoshta më të vogla për raste ku ka teknikë legislative që për ata që kanë edhe eksperiencë në këtë fushë, të marrim maksimumin për rekomandimeve tuaj. Ju faleminderit gjithëve dhe shihemi për një javë.